Kryetari i qytetit të Shkupit Orse Gjorgjevski ka bërë të ditur se është duke vazhduar përfundimin bulevardit të Boris Rajkovski, një nga projektet e siç thot, më të rëndësishme infrastrukturore për lidhjen më të mirë rrugore dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në Draçev dhe vendbanimet përreth në komunën e Kisellavodës. Sipas tij, punimet po zhvillohen me ritëm të përshpejtuar dhe projekti mund të përfundojë edhe më herët se afati parapar. Ai theksoi se pas 3 dekadash pritjeje, realizimi i këtij bulevardi më në fund po bëhet realitet për qytetarët e Draçevës, Zelenikovës dhe Studeniçanit, duke përmendur se rreth 100.000 banor do të përfitojnë nga kjo rrugë. Jemi në pjesën e trases që po përfundohet aktualisht rreth 1 kilometër ku për vite me radhë qytetarët kishin humbur besimin se do të realizojë. Për 30 vjet nuk kishte zgjidhje konkrete nga autoritetet e qytetit për një qasje të lirë dhe të sigurt për banorët e këtij rajoni. Sipas të parit e Shkupit, tashmë 2 javë po punohet intensivisht edhe 88% e trasesë është hapur. Ai shtoi se pjesa e mbetur, ku ndodhen 3 deri në 4 objekte, pritet të zgjidhet e brenda 10 ditëve të ardhshme, pas çka do të nisë realizimi i plot i bulevardit. Projekti përfshin ndërtimin e kanalizimit atmosferik, shtigjeve për këmbësor dhe biçikleta, si dhe një rrugë më të sigurt, pasi kjo zonë më herët konsiderohej një nga pikat më problematike të trafikut në Shkup. Pas përfundimit të punimeve bazë, do të vendosen 2 shtresa asfalti, ndërsa më pas edhe shtresa përfundimtare në segmentin nga rreth rrotullimit të hyrje e Draçevës deri në Pintia, në gjatësi prej rreth 2 kilometrash. Vlera totale e investimit për këtë segment arrin në rreth 2 milion euro. Ndërkohë, afati zyrtar për përfundimin e projektit është deri në vitin e ri, por Gjorgjevski tha se nëse vazhdon ky ritëm pune, bulevardi mund të përfundojë shumë më herët.